unë kam qenë prokurori i çështjes së 21 janarit, që jemi marrë pra me vrasjet, do të kemi parasysh se kjo është vepra më e madhe që ka ndodhur, krime ndaj jetës, pra që janë edhe në kodin penal, janë fillim fare. Jam njoftuar nga detyruesi i prokurisë për të marrë pjesë në veprimet e para hetimore, ku kam bërë shumë veprime hetimore vetë. Kemi qenë një grup hetimor, pra shumë prokurorë të prokurisë Tiranës, unë flas vetëm më thon për atë ngjarje, tjerët ndoshta edhe s'duan të bëhen publik. Po unë që kam qenë janë edhe të përfshirë akoma në ndoshta janë të përfshirë, nuk mund të flasim për shkak detyrës, unë kam qenë prokuror që jam marrë me këqyrjen e vendit ngjarjes. Qyrja e vendit ngjarjes, po të kemi parasysh, po t'i referohemi materialit hetimor, se këto janë çështje publike, pra nuk kanë një sekret, çështja ka ikur deri në gjykatë lart, nuk është se po nxjerrim një sekret. Sekret hetimor është çështje spakut sot çfarë veprimesh po bëhen. Është bërë këqyrje e anës veriore të kryeministrisë, pra këqyrje e anës veriore, dhe konkretisht po të kemi parasysh është gardi metalik në pjesën e brendshme. Aty me prokurorët e tjerë që kemi bërë këqyrje, kemi konstatuar një sër gëzhojash. Gëzhojash të qitura nga armë zjarri. Siç e kujtoj domethënë, një prokuror Adriatik Cama ka qenë tek autopsia e viktimave, dhe na informon që shiko se unë kam qenë te sektori i vrasjeve, kam marrë pjesë me shumë ngjarje të rënda. Duhet kemi parasysh që duhet të jemi më shumë në kërkim të gëzhojave të kalibrit 9, sepse ato lidhen me ngjarjen. Pra domethënë doli që pasojat kanë ardhur kalibri i madh, pra jo kalibër 9, kështu e ka. Domethënë ajo e ka forcën më të vogël se Kallashnikovi, por është më i madh si kalibër. Kupton? Kallashnikovi 7.62 ose AK-47. Kemi bërë këqyrje. Kurse kjo është 9. Kjo është kalibër 9. E ka fuqinë më të vogël, por është më e madhe si kalibër, po të kemi parasysh. Kemi bërë këqyrje, kemi gjetur rreth 117 gëzhoja të qitura nga 5 armë zjarre që i korrespondonin grupit zjarrit. Këto kanë qenë veprimet e para, kemi bërë këqyrjen e vendit ngjarjes. Deri këtu kemi qenë, si thosh, s'ka pas ndonjë problem. Mu më shlon një detyrë tjetër, po të kemi parasysh se patin atë kohë në media që një Benz 240 ngjyrë jeshile me targa nga ato të vjetat, po të kemi parasysh targat e vjetat ndaj, është përplasur me rampën e kryeministrisë dhe pati pretendime nga ish ministri i transporteve Ndjes Pas Shokodër Dashi që kishte lëndë eksplozive. Pra ka pas lëndë eksplozive. Menjëherë nga grupi hetimor jam domethënë se ishin ndarë punë, e vin do bësh këqyrjen e këtij Benzi, kam shkuar. Benzi ishte çuar më pas me karro atres e detyrie policisë qarkut, është bërë këqyrja e Benzit, ku nuk kishte ndonjë send palishëm. Më pas kemi avancuar, domethënë me marrjen e armëve të zjarrit. Gjurmë që thuaç ndoshta ishte hequr apo diçka. Problemi ishte post factum, pra do të bëj këqyrja. Në këtu për hir të vërtetës nuk kemi pas asnjë lloj pengese. Kemi bërë këqyrjen e vendit ngjarjes me oficer drejtorisë të policisë qarkut. Tani, acarimi më saktë ngritja ose retorika politike që u ngrit ishte me nxjerrjen e 6 urave të ndalimit. Domethënë këtë kohë ishte në çdo gjë mbreu, u bë këqyrja, u shkoi edhe vendimi për sekuestrimin e armëve të zjarrit, sepse armët e zjarrit i kishte grupi i zjarrit. Po donin ata nuk na jepshin armët. I thotë sti apo se kanë armët. Ata i dhan, domethënë ishte po donin me ligj të zyrtarisht që mund të detyronin, po tani thoshte këto armë si ka qenë ashtu i kemi edhe ato i dorzuan armët, pra domethënë deri këtu kemi qenë në rregull. Nxjerrja e 6 urave të ndalimit, domethënë nga prokuria shqiptare, kjo ka sjellë atë përplasjen, po të kemi parasysh dhe ngritjen e retorikës, domethënë politike që arriti deri në ato përplasje. Por veprimet hetimore janë bërë. Po të veshë edhe sot vendimet e gjykatës, gëzhojat janë kthyer në vend ngjarje. Janë kthyer gëzhoja, janë gjetur gëzhoja, është bërë kthyrja e gardit rrethimit metalik. Tani problematika, tash dalim te problematika. Pra kjo është pak a shumë një panoramë e përgjithshme. Ka dhe pak a shumë një diçka se kam qenë me disa studio që e kam treguar këtë ngjarje. Kjo është një ngjarje e rëndë, pavarësisht se mund ta përsërisim, ka humbur jetën 4 qytetarë, se mund t'i duket në një personi nuk i pëlqen si përsëritje, por nuk ka, e vërteta është vetëm një, sepse neve duhet të themi të vërtetën çka ka ndodhur asaj dite. Te problematika. Tani dhe problematikat për këtë çështje janë konstatuar nga gjykata e lartë dhe nga gjykata e Strasburgut. Sepse gjithmonë veprimet e prokurorit i çekon gjykata. Kur ka diçka që shkon, thotë gjykata, "Ke gabu këtu." Gjykata e Strasburgut konstaton që nuk janë hetuar zyrtarët e lartë. Me zyrtarët lartë, jo këto real që hetoi prokuria e Tiranës. Neve kemi bë detyrë, se unë 20 ditë me urdhër të ish prokurorës përgjithshme Ina Rama, tha ti s'do jesh më këtë, jam marrë me protestuesit, bëri një formatim grupit hetimor, shtoj një tjetër, për shkak të organizimit kështu, unë nuk kam qenë dakord me këtë lloj. Unë kam qenë prokurori i vendngjarjes.
Si mund ta heqësh prokurorin e vendngjarjes që ja kangjë, shef të kangjë ato, këto kanë pas shenja predhash, se i kam qyrë vetë. Më pas Ja dhe Bensi për cilën folë. Po ja, ky Bensi 240, biles Ky është Luli, po oke, ky është Luli mbrapa mas 15 vjetësh. Tash Luli normale duket ky pyet mas 15 vjetësh. skandal është. Po skandal.